program, ajo që mund të bëjmë më mirë është fillimisht të argëtohemi. E më pas, patjetër kemi mundësinë për të fituar edhe shumë para. Nuk e di pse sot jam zgjuar kështu me një lloj energjie dhe më duket sikur ai raundi i fundit, maja e piramidës sot do të fitohet. Si mendoni ju publiku? A do i fitoj njëra nga skuadrat 15.000 euro vetëm në një raund sonte? Shpresoj shumë të ndodh, po do të shohim fillimisht se çfarë skuadrash kanë përgatitur për garë sonte dy kapitenët tani. Presim me duar trokitje. Mirë më dukeni. Mirë shumë më dukeni. Kemi Bora. Mirë Visian. Si kaluat? Mirë Visian, mirë. Po si sove njerë. Mirë. Ja, po përpishe. Mirë e para. Shiko ta, pyesim pak publikun. Që ke veshur sot. Shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Cubi. Gjake me Je mu sot, shumë e Bora. mirë. Faleminderit. Bora në gjake me musot. E pra pas kemi një lloj kështu ngjashmërie. Edhe me mua kombinon Bora, vende. I ga subo në Ja xhaket, me xhaket, të dyja me xhaket, është me xhaket që kemi të tre që kemi shumë serioz sot. Patjetër. E kemi marrë shumë seriozisht sot piramidën, dua të pyes fillimisht publikun përmes duar trokitjeve, do shohim çfarë parashikimi bën publiku, cili e fiton nga ju të dy sot. Për Visianin, Bol. ka duar trokitje. Për Cubin, për Cubin. Cubi. Nuk e ndaj dot. Sa të mirë të jeni. Sa të mirë të jeni. Gjitha nga 2.000 lekë pas emisionit. Bora. Është publiku im. Nuk e ndava fare, një kakofoni e madhe publiku këtu, as publiku nuk e ndan dot mundjen për këtë. Cusjani. Ora publiku e dha verdiktin e tij. Shiko, publiku nuk e ka ndarë cili nga ju do më shumë. Visianin doni? Okej, natë e mirë ishe knajsi. Jo me Cubi se po përtasen edhe për ty. E di pse Cubi? Se jam 90% gra. Po është normale që mua do zgjedhin. Jo, gra duan dhe gra, ta vashti me këtë. A vashti. Po jam mirë olla, nuk është. Grat, e doni gruan apo jo? A pra, shiko se është përpjekje e kot kjo. Askush nuk po ndan asgjë, deri në këtë moment nuk kemi marrë vesh asgjë. Po ti fal Faktë nga parashikimet. Unë them me sfida merremi vesh më mirë, ju të dy futemi me një herë në një sfidë edhe zgjedhen të paktën kush do prezantoj skuadrën e parë. Me një herë në sfidë. Me një herë në sfidë. Kush është sfida e dashur? Ja ta them unë. Hajdeni këtu te pulsantët. A keni ngrënë sot njerë? Jeni mirë, jeni ushqyer mirë? Jemi, mirë jemi. Po me frutat si jeni, i pëlqeni shumë? Në rast e varet nga fruti, Bora. Varet nga fruti, ë? I njihni mirë frutat? Ua. Sfidën e kemi me fruta sot. Me fruta? Me fruta. Ju duhet të gjeni frutat që do të shfaqen këtu. Keni 2 sekonda për një foto fruti. Duhet thoni emrat e frutave. Kush gjen më shumë emra, fiton këtë sfidë dhe prezanton skuadrën e parë. Okej, ngecëm. Jeni gati? Hajde, gati. E moran çik më seriozisht sot pra. Bravo, Bora, pas e Unë bërë te perimet jam më e fortë. Ku je? Te perimet. Te perimet jeti, ë? Është zarzavatiste kjo. Herë tjetër do mendojmë për perimet. Sot jemi me fruta. Jemi gati? Po. Do shohim Ledin mbrapa? Ju do shihni këtu. Këtu do dalin të gjitha fotot. 2 sekonda për një frut. Po se gjetet iku, 0 pik. Miro. Ecim. Sfida fillon tani. Mall. Do ta Pa pulsant fare. Okej, banane. Portokall. Rush! Boronit! Jo. Mjedar! Ananas. Portokalli kuq. Si quhet kjo? Mushmo! Okej. Një frut eksotik! Mango. Papaya. Jo. Okej. Shek. Pjeshk. Frutacioni. Shiko, për mua jeni barazim, regjia po e mban pikët tamam dhe fituesi është Visiani. Me shumë pak. Ma bot me hile. Nuk ju kontrolloja dot unë vetë personalisht se i kam këtu pas shpinës time, po Visiani ka gjetur më shumë. Ma bot me hile, okej. Me hile, Cubi, unë asnjëri ta bëj me hile. Pranoj. Nuk janë vjedhur votat, Cubi. Unë e pranoj humbjen me dinjitet. Po. Faleminderit. Gjithmonë. Ha Visian, si e përgatitur për sot?
Sot është një ditë e veçantë për mua, Vërtetë? për faktin sepse skuadrat që do të vi tani janë pikërisht në origjinë nga vendlindja ime. Janë të rinj, të bukur dhe të talentuar të qytetit të Pukës. Stojnë Pukjanët! Pukjanët! Mirë, janë të rinj të bukur, tamam e ke thënë. E filloj me Anisën, e cila ka bërë dhe aplikimin për të qenë këtu, e cila nuk ta mbush mendjen, por është një mama. Është një mama. Dhe është infermiere. Edhe infermier, dhe mama dhe infermiere. Pastaj kalojmë te Endri, i cili do bëhet inxhinier ndërtimi. Sta Kur të mbush mend rritet. tash, po shumë shpejt. Pallatet e Endrit. Albana është ajo ekonomisë e jonë, e cila do maj financat e Endrit. Okej. Dhe pastaj kemi atë i cili do loz për kombëtarën shqiptare ndoshta shumë shpejt, kemi sportistin ton, Genti. Skuadër e bukur shumë. Bora dhe ka një veçori, këta nuk janë thjesht një skuadër, këta janë familje, sepse janë kushëri. Familje. Anisa, kur bëre aplikimin e kisha shumë të qartë këdo merje me vete për skuadrën tënde, apo do ngjitem me ca kushërinë të tjerë që ndoshta janë mërzitur pse s'janë sot këtu? Jo. Them drejtë nuk është se kam bërë aplikimin me vëmendje qartë që do marr këtë, por ama dija që te kushërinë më ta kisha besën më shumë për të fituar. Dhe Po, pse e jo ke për të kushërinë të tjerë kënaqur? që mund të formojë një skuadër apo jo. më të madhe? Jo. Do, kaqen, nuk e mërzitur njeri do. Kam shumë të tjerë, se jemi sa një skuadër futbolli, le të themi. Ja, këtë po prisja. Por le të themi me këto kam marrëdhënien më të mirë dhe jemi pak a shumë si një skuadër që mund ta formojmë pse jo për të fituar. Me këtë që the, je sigur që si mërzitet të tjerët? Besoj se po, tjerë ti kemi pak më të vegjël, ata që janë më të mëdhenj nuk është si kemi këtu, kështu që Janë jashtetit. janë jashtetit. Janë jashtetit, nuk vini dot. Nuk vini dot. Anisa donte t'ju merrte, po ju sishit këtu, kështu që s'kemi ç'ju bëjmë. Na ndiqin nga ekrani, vllaz. Po, edhe bëni tifo nga ekranin. Skuadër e përgatitur shumë edhe në fusha të ndryshme. Po. Ku mendoni që mund t'i keni armët e forta sot? Tani duke qenë breziri, për flas gjithmonë për veten, mendoj të showbizi, tek muzika, pse jo. Tek këto. Pastaj letërsia është një ndër le të themi pasionet e mia. Mirë, mirë. Në goxha fusha që në keni kompetente dhe shpresoni që t'i keni sot. Tani më tregoni deri në sa lek mendoni ju që do fitoni sonte? Shumën nuk është se kemi menduar, por sa më shumë aq më mirë, kryesërisht të kënaqemi. Sa është sa më shumë aq më mirë? 30.000 euro, pse jo? 30.000 euro, që ka thonë 30.000 euro? Gënjena, jo, ne kemi ardhur ta shijojmë, nuk kemi pasur më. Si doni fare lekët? Ja. Edhe thënë që nga ekonomistja, mban erë, diçka nuk shkon. Diçka po manipulon ajo këtu. Bën kështu, e nis, ne kemi ardhur vetëm për t'u argëtuar dhe vetëm kur i mbledh të gjitha lekët pastaj. Mirë, mirë. Cuvi, si do ta përballosh këtë skuadër? Po ata kanë ardhur për qef, s'kanë ardhur për të fituar sot. Unë da, iku loja, mbaroj. Anisa tha, arma jone fort është që jemi të rinj. E mbështes Anisën, por në fakt edhe Ka unë kam nevojë. një grup të rinj sot. Të rinj e paska dhe Cuvi. Ata janë studentë në degën e gazetarisë, janë shok kursi, janë shumë energjik, sa unë si millennial me thënë të drejtën nuk po i mblidhja dot, sepse ata janë gjenerata zose, e thon ndryshe Gen Z. Gen Z këtu. Dhe shiko sa bukur hymbora, sikur po vinin dasëm. Shumë mirë, më shumë mirë, ja. Për qef, po për qef, po dhe për të fituar. Te edhe ju për qefe? Jo, ne jemi për lek. Qef dhe për të fituar. Mirë, okay. Mirë. Atëherë kemi Skerdin në fakt ka aplikuar edhe vjet, por nuk arriti dot t'i binte ata të shtëpisë, Pjesëtar të familjes. edhe bindi Dhe shokët. binda shokët, derisa krijova dhe marrëdhëniet më të ngushta me ta. Dhe këtë vit ja dola të vit marr pjesë. Në çfarë viti jeni juve? Jemi në vitin e dytë në departamentin E po fiksion, keni në vitin e dytë, në vitin e parë nuk do të vini kaq shkollaj, të bëhesh ditë me njerëz skuadër. Lidhja është më e ngushtë tani me njëri E tjetrin. drejt, e drejt. Ndërkohë kemi dhe Elenën. Elena, hiqi pak ato flokë kështu, njëherë kaloj njëherë. Elena është shumë e bukur. Sa e ka flokët Elena? Njërë mbrapsht të lutem të shohim.
Nuk ja shohim dot fundin e flokëve. Në fakt Elenës i pëlqen shumë profili politik në gazetari dhe preferon shumë Grida Dumën. Po, është vërtet. Mendoj që atje do profilizohem në gazetarin politike. E ka ndarë, domethënë. Edhe Grida na sheh këtu, kështu që mund të jetë kështu një hap i mirë i yti kë. Ndoshta po. Përgjigju mirë. Inshallah. Ndërkohë kemi edhe Fionën. Fionës i pëlqen më shumë gazetaria sociale dhe terreni. Po. Mendoj se aty do jem më mirë, sepse mendoj se politika është pak e vështirë dhe pak e frikshme, do thosha unë. Pse moj të frikson kaq shumë? Ka shumë korrupsion. Tha direkt të fundit. Të trëm Doli në korrupsioni. fund, tani u trëm Elena, hoqi dorë Elena. Lekët është të mërshme. Dhe kemi dhe Martinjon. Martinjon nuk e kemi lënë kot për në fund, e kemi pak të përkëdhelur. Martinjon e kemi kështu në fillim u mërzit, tha, po mua pse më lat për në fund, tha, po mirë, tha, s'ka problem, tha, më mirë në fund, tha, se unë ka marrë, tha, dhe ca hudra me vete. Po, edhe i përgatitur. Pasja me vete. Shpërndaj. I kam shpërndar të janë për ju, të janë që të na sjellin fat. Kemi të gjithë. Keni të gjithë? Po, kemi Më fal Elena, ti ku e ke hudrën tënde? Se s'po di. Të janë për ju. Atja japim dhe borës. Po, patjetër. Vetëm kujdes mos e kalon andej pa dashje. Ja, po, shiko. Vetëm kujdes. Ku mund ta lënë në vend të sigurt? Më jepni ju lutem. Shiko, unë them futen aty poshtë, domethënë tek ajo. Aty. Okej, ja. Koleg, Alo hudrën? koleg, më fal, do sa jap dhe ty një. Tu hudrën time. Faleminderit e dashur kolege. A mund t'ja jap edhe një kolegu tim, një t'lutem? kuriozitet Pyet skuadrën skuadrës tënde. tonë. Do t'ja jap një. Skuadrës tonë nuk i mjafton vetëm një hudër, ne na duheshin kova me hudra, kështu që s'kishim mundësi ti merrni. Nuk i sillim dot. S'ka problem. Urdhë. E mbajmë një këtu të Martinjo, mua më bëri shumë përshtypje emri yt. Shumë i veçantë. Dhe është një emër i veçantë fakt dhe ka një gjë të bukur që është një emër ëndre. Emër ëndre. Emër ëndre, po. Ma shpjego pak? Kur mami nuk e dinte ende nëse do të bëje me djalë apo me vajzë, she një ëndër dhe aty del një burr plak që e mbron nga sulmi një dashi. Dhe i thot, ti do bëhesh me djalë dhe do t'ja vendosësh emrin Martinjo. Dhe mami kështu bëri dhe fakti më interesant është që unë jam shenjë horoskop dash. Wow. Ëndër me kaq shpirtina brenda. Edhe sot gëzon një emër shumë të veçantë, shumë bukur, të gjitha gjërat bashk. Juve do më thoni diçka çfarë do bëni nëse fitoni shumë para sonte? Sa synoni të fitoni? Elena ka parë një ëndër, sikur ne kemi bërë. Jemi O vlla, çfarë keni që shikoni ka shumë ëndër. Ne grupi mbahem që ëndrat e mia sikur janë një farë oguri, kështu e kemi specifikuar gjithmonë. Kam parë një ëndër sikur ishim në një vend shumë të bukur dhe kjo mund të lidhet me faktin që unë domethënë të treve u thash që nëse ne fitojmë do bëj një udhtim. Një udhtim së Të bashku. katërt bashkë. Ku e keni në plan? Nuk larg. Sa më larg. Si më ndrash? Sa më larg. Domethënë s'tash keni mu kthy më. Okej. Jo, vazhdoni. Nuk e pasi të mbledhin lekët këtu Kristian, mbasi të Udhtim që ti mbledhin lekët. nga Shqipëria, vaj, mos vinë më. Ja, një udhtim Jo, do turistik. do kthehen. Mirë, jam shumë kurioze ta shoh në fakt se si do të shkojë sonte. Bora, Merr mendja si që ju kalove? të dy duhet jeni të friksuar. Bora, kam parë një ëndër. Nisjan, O ma thuaj një. Nisjan mos i trego ëndrat. Do ta them që pjesa e fundit, çfarë si do shkoj deri aty. Dhe pastaj do thuash se dia, që do shkonte kështu se e kisha parë në ëndër. Hajde të përmblidhemi pak tani se është momenti që të nisim lojën, okay? Jeni gati? Piramida fillon tani. Jemi gati për të nisur me njëherë me sondazhet e janë i dy kryetarët e skuadrave, kapitenët qëndrojnë atje. Faleminderit vetë. Dy të rinj, se kështu prezantuan të gjitha palët, jemi të rinj. Po, më pëlqen shumë. Jeni gati për pyetjen e parë të sondazhet. Ju e dini kur shtyp butonin e pari, përgjigjet i pari. Në rregull? Okej. Me shkathi më i shpejti. Përmendni një vend ku duhet të flisni me zë të ulët. Anisa, Në klasë. në klas. Po. Ta provojmë njerë në klas. Klasë 2, klasë 3. Jo, e pa sakt. Në 100 shqiptarë të pyetur nuk e kanë dhënë këtë përgjigje. Dhe të mendosh që kemi edhe të rinj në ata 100 shqiptarë si puna juaj. Në bibliotekë. Sa duket nuk kujdesen shumë për të folur me zë të ulët në klasë. Hajde Skerdi, provo Unë diçka. mendoj që me zë të ulët duhet flasim në kinema, pavarësisht se unë nuk e respektoj. Po pse jeni kështu? Gen Z-a i ka këto probleme. Hajde provojmë me kineman.
Në Kema 170 euro. Shkojmë nga Gjenzi. Dhe të presim edhe përgjigje të tjera. Elena, një vend ku duhet flasim me zë të ulët. Në ashensor. Në ashensor pse? Mendoj Shqetësojmë më rob. Po, nga që Gjeni ka mendimin e vet. vogël, vendi ngushtë. Dhe më thënë, ke parasysh të situatën kur janë shumë njerëz në ashensor, ti je me Dhe dikë përgjithsisht njeriu është tënd aty shqetësim. dhe flisni që mos dëgjojnë këta ngjitur. Po. Bezdis butonin e ashensorit. Hajde shohim pak në ashensor. Jo, e pa sakt. Fiona, Unë do të thosha në vaki, në vdekje. në vdekje. Po. Në vdekje, po duhet flasin me zë të ulët. E provojmë një herë. Në funeral, e saktë dhe 120 euro. Shumë e çuditshme tingëllon kjo, deri në përgjigje funeral dhe fiton para. Hajde, Tani- Martinjo, me tani- shumë kujdes, janë Po, dhënë dy patjetër. përgjigje të gabuara. Unë jam i sigurt. Jo, më fal, një është nga ana juaj. Po. Unë besoj se jam i saktë, se nami na ka dalë që nuk lexojmë, po unë do shkoj me bibliotekë, se është vendi ku duhet qetësi absolute. Shkon ti në bibliotek? Mundohem. Ma i shko sa kam, kryesisht ajo e shkollës, marr ndonjë libër që mund të na duhet, po shumë pak rrime thënë drejtën. Atu nuk pipëtin miza, fare. Është qetësi absolute. Fare. Ja, pra, vendi ku mund të flitet me zë të ulët. Ose nuk flitet fare pastaj. E saktë, në bibliotekë është përgjigja më popullore, 400 euro të fituara. Kemi prapë të Skerdi. Mendoj që nuk mund të flitet me zë të lartë, duhet të flitet me zë të ulët në tualet. Shqetëson biden, është të vërtet. Bezdiset bideja. Ka mendimin e vet. Në Po, mirë, kokën mos time ta kisha gjë. shumë gjëra në fakt, po nuk po i them. Duhet të jem serioze, një vend serioze këtu. Hajde provojmë në tualet. E pa sakt, shkojmë tek Elena me shumë kujdes Elena. Një përgjigje jotja e gabuar na çon direkt tek Pukjanët, të Elena ka cilët po besim tek gjetën ty. një përgjigje të saktë, ju a marrin të gjitha parat. Ndoshta do të zhgënjej cupi. Mos. Se di pse më shkon mendja në korridore, në hotele. Ku? Se janë dy vende të ndryshme. Në korridoret e hoteleve, ndoshta. Në institucione, po e them ndryshe. Nuk e di pse në kokën time ka shumë mendime. Domethënë më vjen të të pyes, nëse shkoni në për hotele, Mos bëni zhurmë Po zbërtit edhe në Jota në korridoret e hoteleve. Në korridore, në për institucione, diçka e tillë më vjen në mendje, por nuk e di si ta Po, më duhet më konkrete si përgjigje. Pra për mblidhe më zgjidh një në vend, ambiente publike. është shumë e përgjithshme. Një vend konkret. Spital. Në spital, në shkollë, Në spital. në spital. Okej, e provojmë spital? Në spital, 220 euro. Fiona, i gjithë pesha është tek ti tani, me shumë kujdes. Shiko, në sipërfaqe kjo duket shumë e lehtë, po kur je këtu nuk e di pse po bëhet kaq e vështirë. Në sipërfaqe e ke fjalën edhe kur e sheh piramidën nga shtëpia? Sigurisht. E dim. Një vend ku duhet të flasësh me zë të ulët. Po. Çfarë përgjigjesh mendon se kanë dhënë 100 shqiptarët e pyetur nga ne? Në punë. Pra, në punë kur ti Në zyrë. në zyrë. Në zyrë. Pra, në pop. E provojmë në zyrë? E pasakt, 3 përgjigje të pasakta dhe unë duhet të shkoj tek Pukjanët. Mirë se erdhe, Bora. Ato Mirë pikët si u gjeta. Keni pasur kohë të mendoni? Anisa e dha në fakt një përgjigje të saj, tani është momenti për Endrin. Unë mendoj se me zë të ulët flitet në kisha. Në kisha. Ta provojmë. Vend kulti e saktë dhe të gjitha parat shkojnë te Pukjanët për sondazhin e parë. Si është kjo loja e piramidës, lodhen ata, gjejnë gjithë ato përgjigje, mbledhin gjithë to para me një përgjigje të vetme, i merrni ju, pa u lodhur fare. Por ama, le ta themi që gocën si me flokët si Rapunzel e mbështete shumë. Se herë tha korridor, i herë hotel, i herë institucion, i herë ashtu, i herë në rrugë,
Po pra, kur më dha vendin konkret, spital, thash okay, kjo është një vend konkret, po tha 18 alternativa. Tha gjitha. Unë nuk e kuptoj, domethënë edhe kur je fitues, prapë do gjesh një dorë, po them, ja dhat një dorë. Po nuk i dash asnjë dorë, thjesht po e mblidhja, mu për mblidh, një vend më duhet. Institucion. Okej, ose koridore. Pra po thjesht nuk po di se si ta konkretizoja pak më lehtë, pak më thjesht. Po institucion nga hotel dhe korridor dolen spital ishte gjë shumë. Po në për institucion e kaluam që përfunduam. Kaluaj i rat me taksi aty, po, dakor. E rëndësishme është që përgjigjen e dha. A ta zbulojmë edhe këtë përgjigjen e mbetur, përgjigjen e tretë më popullore, të cilën nuk e gjeti asnjëra nga skuadra, ta shohim tani cila është. Në muze. Shumë e vërtet. Në shumë muze shkruhet atje, ruani qetësinë, mos bëni foto, duhet jeni kështu, vetëm si njerëz intelektual që shikoni ato gjërat. Në qetësi të plot. Shohim pak situatën. 0 Gjenzi, megjithse gjetët shumë. Mos ta shikojmë fare, nuk ka mirë. Po ju kthej kurrizin momentalisht. Kemi 1230 euro për bukjanët. Ja, tha Albana, ne kemi ardhur për qef, fa, për mblodhen gjitha lekët. Ekonomiste. Mblodhen ne, po ishte fati me ata. Po së çështje fati ajo, është çështje merite, me thënë të drejtën, gjej përgjigjet me lekët, kaq është, vetëm fat nuk ka këtu. Hajdeni, kur do më vi për sondazhin e dytë. Vjen Endri, vjen dhe Elena. E janë këtu. Elena, ja, me që më erdhe këtu tregoj pak flokët të lutam. Se unë vetëm flokët po të shihet. Mirë, jemi gati, ju jeni gati me duar tek pulsanti. Përmendni byrekun që pëlqejnë më shumë shqiptarët. Byrek me gjiz. Po, dhe mua më pëlqen. Përgjigja për popullore 400 euro me njërë të Gjenzi, ndoshta vi tek ju pas pak. Shpresoj për ju mos të kemi situatë përsëritur, jo të mblidhin po prap shumë para dhe t'ja jepni aty rreth. Do ndodhi këtë herë. Hajde Fiona. Unë do thëm byrek me presh. Me presh? Ai është i preferuar yt? Jo. Po pse e the kështu edhe me shumë e bindur? Sepse shqiptarët e han shumë këtë. Aha, Zakonisht han preshin, po jo byrekun. Qa ke Visian? Zakonisht han vetëm preshin. E han. Ajde Martinjo. Unë do shkoj te byreku im i preferuar që është ai me mish. Tash shpresoj që edhe shqiptarët. Me mish. Po, me mish me qep, që është miks. Me mish me qep. Po. Si bëhet? Ai di vetëm ta ha, nuk di ta bëjë. Me mish, është me qep apo me mish dhe me qep? Me mish me qep bashk. Okej. E provojmë. E pa saktuar. Nuk do ha më byrek me mish. E çuditshme shumë, ë? Byreku me mish me qep? Atëherë unë do them byrekun që mami me qan. Jemi me origjinë nga Pogradeci, byrekun me qep dhe me domate. Me qep dhe me domate. Po. Pra jo me mish dhe me qep dhe domate këtë herë ta shohim. Mami. S'na bëri gjithë mami për ne sot këtu. Na e sillni, hajde Elena. Byreku me fasule. Me fasule. Qa kishe Fiona? Është kështu Fiona. Pas breshve hakte me fasule. Pas breshit provojmë fasule. Çfarë bëhet te byreku? Pas sakt. Unë di që e han shumë. Nuk qën ka. Unë kam përshtypjen që nuk e kanë zgjedhur se sikur kërkon shumë punë. Ndoshta 2 deri në 4 orë zgjej fasulet, pastaj shtropet atë që punë gjatë. Ose një natë më para bën fasulet, nesër kur i ngelin aty, ata bëjnë byrek. O do bësh pilaf që të jedhësh çik fasule, o do i bësh byrek ato që kanë ngelur. Po, e drejt. Hajde provojmë diçka tjetër. Unë do them byrek me kungull. Me kungull? Po. Po, dje hëngra, unë ma bëri nëna. Byrek me kungull. Kemi çaj themi. Pa sakt. Si nuk është byreku në nëstime këtu? Shqiptarët. Hajde! Çfarë shitet byrektore? Kam? Po, Besoj byrek me spinaq.
Me spinaq. S'na shkoj mendja te byreku me spinaq. Prita provojmë pak. A shkoj te këto që ham vet. Byrek me spinaq dhe historia përsëri me kopra, Pukianët i mbledhin të gjitha parat me vetëm një përgjigje të gjetur. Bravo grupi. Prito Visian, prit se do pak kohë. Jo, do të mbledhim nëse janë tona. Ja, 2340 euro. Inshallah po na ndihmon pak më vonë. Shiko, do i shohim edhe përgjigjet e tjera që kanë mbetur pa u zbuluar. Byrek me kos, Me vezë. Byrek me kos. po, ka byrek me kos. Po, me kos si brenda apo byrek që e shoqëron me kos? Vën gjisës është kos. Po. Okej, ja ta shohim. Byrek me kos thot Visiani, byrek me patate. Byrek me patate. Unë se di ku janë të shqiptarët që janë byrek me patate. Me thënë drejtën, ku e keni bërë këtë zontazhin? E çuditshme shumë. Në vetëm kukës, se patate Pse kuksi. zonja, ju bëni byrek me patate? Po, thon. Po shumë. Nga kuksi e ti? Bësh dikur. Zonja, kush bën byrek me patate, unë kërkoj të mos sillni javën tjetër këtu. Te piramida se dua ta provoj, unë s'pas kam ngrënë asnjëherë byrek me patate. Ajo që ngriti 2 duart, ajo do sjell javës tjetër. Kush ishte? Pres byrek me patate. Hajde hapim oreksin dhe me një byrek tjetër. Është një byrek me qumësh, se Byrek me djath. Me kos nuk na doli Visian. S'na dolim, po ne nxjerrim vetë javës tjetër, byrek me kos për ty. Jo, unë dua me patate javën tjetër do provoj. Ti, Cubi, si e bën byrekun? Unë se ha byrekun fare. Që shky njëri që s'ha byrek? Cubi Bora ha vetëm harxhin që ka mrena. Nuk e ha Petët. Pa pet, pa brumra, pa gjëra, po si me të gjithë kështu, ne vdesim për byrek. Si e kemi situatën? S'po e them fare. Ai morë të gjitha. S'po e them. Nuk po e them 2340 euro, keni ju rritë. Pas pak do të kemi raundin e dytë të lojës, atje do të shohim se çfarë kategorish kemi për të luajtur, ama jemi të sigurt që mundësi për të fituar para ka pafund. Tani ka publicitet, kthehemi pas pak. Pukianët, jemi gjithashtu edhe me Gen Z. Situata këtu ka diferencë pak të madhe, do thoja, megjithatë gjithçka mund të ndryshojë deri në fund të piramidës sonte. Kemi Pukianët me Visianin që kërcen sepse kanë mbledhur 2340 euro. E nga ana tjetër kemi Gen Z me hiç gjë. Po, ne i gjetëm, po thjesht na i morën ata. S'ka problem, se do fitojnë të tjerat. E vërtet është. Pra nëse ju thot dikush, "Ua, si m'lodhët juve se s'fituat, si nuk i gjetët përgjigjet", nuk ju thon dot kështu. Ne gjetëm. Ju gjetët shumë përgjigje, e vërtet. Le të vinë ta e thonë një. Jeni mërzitur? Jo. Fare, ë? Ja, vazhdon. Loja vazhdon tash. Ke shumë të drejtë. Do më tregoni pak më shumë për këtë gjeneratën tuaj Z? Atëherë, gjenerata Z, gjenerata e teknologjisë, inovacionit, më të updateuarit, vitit 97-2012 që përfshin brezin ton, dhe menduam që me që jemi ai brez të zgjidhim këtë emër, Gen Z. Po mirë, si e kaloni ju për ditëshmërinë tuaj? Sa kohë kaloni ju nëpër ekrane, po themi? Nuk do doje ta dije këtë, besoj. Pse? Shumë, Ja, se na para. Mbas ne justifikojmë edhe pak me faktin që studiojmë departamentin e gazetarisë dhe gjatë gjithë kohës do të jemi të informuar dhe jemi aty çdo sekond, kontrollojmë të rejat. Kështu që nuk shpenzojmë shumë, unë personalisht nuk shpenzoj shumë përpara ekranit, por ndonjëherë është domosdoshme për ne. Duhet. Po kështu siç e thua ti duket bukur, po kam përshtypjen që e teprojmë nga pak të gjithë, po ju pak më tepër se jeni rritur kështu. Unë në fakt dua të theksoj një gjë se jemi dhe një nga gjeneratat më të parashikuara për këtë pjesë, po harroj. Prandaj ju dash fjalën të shpjegoni veten. Po ne, gjenerata që na parashikojnë harrojnë që ne jemi një vazhdim i tyre dhe janë ata që na kanë krijuar neve. Jo, ne pas kemi. Ne do harrojmë të pak. Po pse unë s'mendoj që ju kemi rritur keq. Ju kemi formuar keq. Po tani Më tregoni pak çfarë aplikacionesh përdorni më shumë ju?
Instagram, TikTok, Facebook tani kemi filluar sepse Facebook juve? Po, sepse Kur ja rregulloj mamit debatin, Këtë vit kam okej. hapur një faqe në Facebook vetëm se më duhesh në shkollë. Nuk e kisha dhe nuk e përdor, gjithsesi. na duhej ishte domosdoshmëri në Se periudhën e artë të Facebookut nuk e keni kapur fare. Jo. E kuptoj. Unë për shembull rrjetet sociale i kam njohur me high five. Ka qenë me as nuk Që e një njohin. aplikacion i lashtë. E jemi shumë mollë, Bora. Me as nuk e Ta tani njohin. do të qash high five. Jo, nuk e njoj fare, çfarë thua. Ne me Facebookun pastaj Dërgoje- që janë Dërgoje ekspertë Dërgoja një mesazh mas PLM. javë të vinte përgjigja. Po sigurisht. ka pasur dhe ajo lezetin e saj. Të Pa themi tjetër. ato të vërtetën. Ka qenë shumë e lezetshme me thënë drejtën, më vjen keq për ju që se keni përjetuar. Të ndihemi mirë, ë? Çfarë kategori shprisni sonte? televizionin, E doni televizionin, ë? Jeni të informuar shumë atje? mendojmë se po. Ndonjë politik. Dhe Teknologji. politika, Teknologji, politik, televizion, okay, shumë mirë. Po Pukjanat? Mendoj tek muzika, pastaj futbolli që mund të jetë Dua një pyetje pikë rreth fort. sportit. Okej, sportet, muzika. Aktualitet, media të rozë. Mirë, ja ti shohim atëherë i zbulojmë çfarë kemi. Futboll, tik, lajme, vende. Lajme. Si ju duken? Interesante. Interesante, ë? interesante, po. Ama kur i sheh gjithë këto shifra parash këtu sa mundsi janë për të fituar. Mblidhni sa më shumë, përqendroni, ju e dini që nuk mund të konsultoheni për përgjigjet me njëri tjetrin, përgjigjet vetëm ai që ka radhën. Nëse dikush nga skuadra flet, menjëherë pyetja bie. Okay. Nisim bashka Nisa? Po, patjetër, do zgjedh vende 50. Vende 50 euro, të shohim çfarë ka atje. Qyteti në Shqipëri që njihet edhe për kodikun e tij të purpurt. Interesante. Askush nuk flet. Dikun e purpur. Askush nuk flet. Kodikun e purpur. Do thoja Gjirokastra? Gjirokastra? Provojmë kështu? E pasakt. Sugjeroni të zgjedh. Albana s'po të mbante vendi. Ta kisha pyet qa? Nuk e dia unë përgjigjen, thjesht doja të reflektoja qa kategorie zgjodhe. Vetëm për kaq, jo se di e përgjigjen. Berati. Nuk di Jo, Kush e di përgjigjen? Elena. Është Berati. Berati. Unë jam dhe nga Berati. Berati është. Berati, që Berati janë që pate ruajtur fat. me fanatizëm të dy. Edhe i arti, edhe kodiku i arti, edhe kodiku i purpurt. Po. A, e di historinë? Po. A, ma trego pak, se më është një nga historitë e mia shqiptare më të preferuara. Të gjithë historinë jo, por më kishte ngel një copës e vogël nga të mësuarit histori pafund në gjimnaz, jo se e di gjithë historinë. Por që e di që Berati është mbajtur për këta dy kodikët. Kodiku i artë dhe i purpur, siç ta Ku janë gjetur? Në 1968. Janë gjetur në kishën e Onufrit, që ishte dhe muze, mos gaboj. Dhe është ende. Dhe ato që janë është ruajtur akoma- me fanatizëm nga shqiptarët. Po, Se nuk gjej vendi ku ishin shkruar. Dhe mos gaboj. dhe është ruajtur sekret gjatë gjithë Shumë kohës sekret. që pushtuesit Po. mos t'i gjenin. Madje edhe kur erdhi komunizmi, pastaj u fshehun akoma dhe më mirë për shkak sepse ishte ajo mania për ti Kanë si, për të herë djegur dhe tjetër për të mos hequr, jeni dhe mos kategori gaboj, tjetër, nuk është mos se gaboj do janë keni shumë vetëm pak atë të kategori. tillë të gjetur në botë. Janë 6, janë ndër 6. 6, po më duket se nuk janë gjetur të 6, mos gaboj. Janë ndër 6 të librat kishtar më të vjetur në botë. Vjetër. Po, Është e vërtetë. i kemi patur këtu në Shqipëri. Po. 50 euro ishte kjo pyetje edhe nuk u gjatë. Kalon ndej tash, Jam vazhdo. po, më falni. Vazhdo ndej. Dej, Më Bora. falni. Më falni. Skerdi? Bora. Atëherë unë do të shkoj me lajme 225. Lajme 225 euro. Kampionati botror i shaut për të rinj të organizuar për herë të parë në Shqipëri në qytetin e Askush nuk flet.
Sa bukur flokët Bora. Koha po mbaron. Mbaj mend filmin Shpejt, më thuaj shpejt një qytet. Vlorë. E provojmë. E pasak Durrës. Mbaj mend që ishte në një qytet drejtar nga filmi Dy herë mat. Ai ka qenë në Sarand në fakt. Nuk ka qenë në Vlorë, ka qenë në Sarand. Po kapnin media. E keni ndarë mendjen të më lodhni sot, ë? Njëri kthej, njëri andej. Endri. Unë do zgjelli tik 50-ën. Tik 50 euro. Aplikacioni që njihet si mbreti i videove të shkurtra virale. Të shkurtër. TikTok. TikTok? Je i sigur, do provoj me TikTok. Po them se po, TikTok. Thua se po. E provojmë. E sakt. Më pëlqen shumë kur keni këto reagimet, jeni shumë të pasigurt në gjëra që ja gjeni më njëherë përgjigjen dhe prap keni pasiguri, po TikToku duhet të jetë po Pasitash është bërë dhe Instagrami tani me Reels-a. Se mund të jetë aplikacion është dhe CapCut, është aplikacion Edhe ajo. për video të shkurtra, është shumë popullor dhe ai është për të montuar video. Po pyetja është me të gecme. Jo, s'është fare, ne i bëmë kështu në mënyrë të drejtë për drejtë. Albana. Lajme 50. Lajme 50 euro. Futbollisti më i paguar për vitin 2025 sipas Forbesit. Cristiano Ronaldo. Ka gjëletate Cristiano. Ë? Cristiano Ronaldo. Okej, çka keni ju të tjerët? Jemi lëvizën vetëm duar, kështu nga që s'flasin do. Por janë kushëri, do zihet në një mas përgjigjes. Ë? Mos janë kode këto për shkak çfarë do të thotë lëvizje e tillë dori që s'di ku e çon. Cristiano Ronaldo provojmë. Sakt. Shifrën e dim. E di që ishte 16, 1000 euro 16 sekonda, nuk e di, nuk jam e sigurt. Diçka e tillë. E ke kështu të ndarë, po gjithë viti 2025 sa ka fituar Ronaldo? Jo, nuk e di. 280 milion dollar. Lek gjepi. Rrimne. Lek gjepi për macchiato. Jam këtej, Genti. Te sporti, ë? Unë do zgjedh futboll 225. 225 euro futboll, shohim. Hajde. Lojtari me më shumë paraqitje në kombëtaren kuqezi. Elcait Hysaj. Po, apo ç'se. Asu më dua parën. Ose sa posibil. E dim, e saktë është. Po përshëndes, PlayStation Dark. Se ka kuriozitet, me El Saidi lozim në PlayStation Darkave. Me vërtet? Por ai s'do që ta di njerëzit. Lozim Call of Duty, po ai s'do që ta di. Jo shumë FIFA, gjëra kështu. Edhe se mori vesh asnjë. Jo, është sekret, nuk ja them njeriu, brother, ke sigurt. Asusja them asnjëri, ma the mua ngeli këtu. Anisa. Do zgjedh tik 600. Tik 600? Okej, tik 600 euro. Tre themeluesit e YouTube-it u takuan me njëri tjetrin kur punonin në cilën kompani? Askush nuk flet. Nuk e di. Cilën kompani? Në cilën kompani punonin? E dini ju andej? Kemi një lloj. Provo diçka. Ka rëndësi kompania apo Për kompani po kujdes. ka rëndësi se çfarë apo Jo, pozicioni jo, vetëm kompania. mendoj Mbaroj koha. shpejt, po them tek kompania e Nike. Nike. Okej, provojmë. Kujt E gabuar. Ka lidhje me atletë. Google.
Ha? Ja. Ose Google, ose Na shi ka tjetër. shpjeguar profesor Artan Fuga, që ta të tre kanë qenë shok të ngushtë dhe donin të bënin, pra, erdhi mendimi për të bërë YouTube-in, por nuk më kujtoj se te cila kompani është. PayPal. PayPal. Të mësoni më shumë. I kemi kështu copëza, puzzle që Më shumë. Na ka treguar një gjë profesori për këtë, po se ku punonin ata. Si ka që në ka treguar. Po. Do me të rëndësi ka që e dinin që e kanë diskutuar me profesori, po hiç nuk na kujtohet. Ku jemi? Te Elena. Vende 1000. Wow, Elena! Okej. Ta shohim. Sa përqind e territorit të Turqisë është pjesa e saj europiane? Okej, pyetje të Ti ke qenë mirë në histori, gjeografi. shumë, i mësoj Sa përqind? Përqendrohu pak. Na e heku këtë. Elena, se ke dhe vendi mu poshtë zeros. 30%. 30%? Ose 80%. Me këtë do provojmë. 80. 80%? E shohim? E pa sakt. Më the 30 në fillim, por është 3%. 3-shën e gjetë. Po t'ja ishim 0 do e kishe gjetur si përgjigje. Ku jemi këtu te Endri? jo më mirë. Po të paktën se kanë ata. Endri. Te Endri. Ku? Çfarë do zgjedhësh? Tik 225, prap. Tik 225 euro. Ku mund të gjeni informacione për muzikën e re dhe të bëni lista muzikore? Me thjesht. Kush nuk flet. Bisian, kujdesti. Po, shof thojt e borës, nuk po bëj gjë. Ta themi ne. Më duket të thati vërtet që nga mene sot. Kujtojnë pak rreth e qark, po më për 3 më ban. Si? Jo. Më për 3? Ja, për. Lexoj e pyetjen dhe jeri. Mbaroj koha, më thuaj shpejt një përgjigje. Do ta quaj të gabuar, ka mbaruar koha. Thej përgjigje. Muzik.al. Muzikë Kur dëgjoj. E gabuar. Spotify. Pra ishte shumë e vjetë. Spotify. Ska gjë. Ka problem. Hajde Fiona. Deri tani nuk ka e të mirë, po... E kishte fajin hudra pra. Po pra hudra, duhet ta marrim ato hudrën. Do shkojmë me tik 1000. Tik 1000. Po. Qa ke, more? Se thua o bobo? Po bëj një brek me hudra unë ndërsa mbarojmë. ChatGPT-a është krijuar për njerëzit nga mosha? Nga mosha 18? Pra ku lejohet ta përdorësh? Nga mosha 18 e lartë. 18 e lartë? E provojmë? Ha. Se ke kohë, edhe disa sekonda. Me rreshtruar. Asi nuk fletë? 18, 16 nuk e di. Shiko, po shkoj me 18. 18 e provojmë? E ka buar. E kush ishte? 13 e lartë. 13, deri 18 sigurisht që duhet jetë me një lloj kontrolli edhe aprovim nga prindërit. Lajme 600. Okej. Si jemi mirë? Kthehemi prapë te Albana. Si jemi mirë? Nuk jam shumë e sigurt, po lajme 600. Lajme 600 euro. Hajde ta shohim. Nga 23 shtatori, qend mbi 10 kg do të lejohen të fluturojnë në kabinën e avionit bashkë me pronarët në cilin vend? Shteti më duhet. Kam qenë. Askush nuk flet. Shikoni nga Cubi se ka qenë. E diti Cubi? Patjetër. E ke marrë këtë informacion, ha? Në zero akoma. Mos ma kujto shpirt. Ti vetë ke kafshë shtëpiake? Jo. Jo. Në kot po them vendet arabe. Në vendet arabe? Po. E provojmë kështu?
E di sa Itali. E pa sakt, kush e di këtë? Ku është? Pa the boti që e di. Thash kam Itali është, Itali. Po ikin në Itali pra. Në Itali me qene aty te Sedilia. Ja, edhe kam dhe 2 sezonja aty. Do të do presësh 3 bileta aty. Po. Edhe iknin të 3 bashk. Martinho, Unë po shkoj me vende 225. vende 225 euro. Emri i këtij qyteti në veri të Shqipërisë mendohet se vjen nga Via Publica. Tepër interesante. Emri i këtij qyteti. Via Publica. Përqëndro. Lidhe me emrin. Pra lexoje pyetjen me kujdes. Emri i qytetit në veri të Shqipërisë Lidhe me mendohet emrin. se vjen nga Via Publica. Lidhe me Nuk ka se. publika. Shkoj me Kukën. Cila? Shkodra. Ja. Bukën apo Shkodrën? Shkodra. Jo. Shte Puka. Nuk ka gjë. Ne botu fullanin këtu. Skerdi po nxirte flak nga meshët. Se ndrove mendje. Presioni brusit. Po të çfarë presioni bëre? Fole ti. Jo, nuk Të fol fare askush. Nuk ka gjë. Hajde, Zgjedhja së parë, se do më bëre. Ti e fiksove vlla. Skaq. Genti, Unë do shkoj prapë te futboll 600. futbollin s'ta ka prekur njëri fare. Shohim futbollin 600 euro. Minuta e shënimit të golit historik nga Rema Anaj në ndeshjen me Serbinë. 46 minuta, ishte kohë shtesë. E provojmë. Ose mund të kemi 45 minutim, me që ishte minuta shtesë e pjesës së parë. Genti. Ecim. E Bora, dhe ti Hajde, presi e sa i po ashtu Bora. Sa mirë, mashallah. Mashallah. Hajde Anisa. Po shkoj me vende 600. Jam të Vende 600 euro. Shtet në Amerikën Latine me një qytet ku rrugët kanë emrat e qyteteve shqiptare. Qa ke Genti, e diti? Vërtet? E kam portë të një Jo, s'ka gjë tute tani. piramida, se thënë jo. Janë ndoshta indikacione që ndihmojnë Anisën edhe nuk lejohet. Ok. Shtet në Amerikën Latine. Nuk di fare. Nuk e di fare? Ja. Të drejtën ja. Po do e thuash një emër apo ta quaj të gabuar? Nuk e di fare. Nuk e di fare. E gabuar atëre e quajmë. O Genti. Them se është në Turqi më duket, ose në Itali. Në Amerikën Latine. Është Kili. Kili, vaja. Kili është. Se pasën në gjukë. Ku jemi këto? Skerdi. Te Skerdi. Kemi qa humbim, kështu që Jepi. Kështu që nuk e ndal. dajmë 1000. Lajme 1.000. 1.000 euro lajme, shohim. Konkursi Kupa Botërore e Djathit në Francë është fituar për herë të parë në vitin 2025 nga... Po pse ma ngritë këtë gishtin, e di? Jo. Pyetje bukur kjo. Ta ngriti me thonë, e lexove bukur, bravo. Bravo. Pyetja fantastike. Jam gjaudje, sa ta 1000. S'kem mundësi me fitu ato se kalën anena. Po s'vjen rrova ditë. Shika, unë kotëri dhe kështu bëj rojet e ju, se e di që është pyetje shumë e vështirë, asnjëri se di, as unë se di. Greqia aprovuam? Në Francë. E pa sakt. Emilia Dalbero nga Francë, Amerika. Amerikanët Edhe Bora, Po këto pyetje. kjo pyetja edhe po t'na kishin dhënë shkrume s'do e kishim gjetë. Jo. Na kishin dhënë Nuk e kështu. Emilia Emilia Darko Dalbero. Dalbero, pra do. Amerikanë.
Tani e ditë të gjithë kush e ka fituar kupën e djathit, vetëm nga piramida. Po si ka qenë kupa djathi? E tash bëj ca kërkime të vetë, se do t'i themi të gjitha të gatshme këtu. I djathi moll. Ku jemi këtu? Te Endri? Hajde. Futboll 1000. Futboll 1000, po pse se Legentit apo Sarri deri te Genti, po. Kosova bë antarja e 55 e UEFA-s në vitin Genti e diti? Antare 55 e UEFA. Në vitin Apo s'ka të bërë. Po tham ka 2019, se nuk e di. 2019. Po. E provojmë kështu? Sa është? Kur? E pa sakt 2016 do t'ishte përgjigja e saktë. Shiko, Ardiani dhe 50 euro. Ti vini një 50 Dhe bëre qaves këtu përpara do ishte shumë mirë. Ah, kush është Elena? Po. Hajde Elena ta hapim. Nuk kam ndjekur asnjëherë futboll, por Sport klub në Tiranë i krijuar nga shkolla e mjeshtërisë sportive. E bukur dhe kjo. E bukur edhe kjo. i krijuar nga Të pëlqeu Fiona. Shumë. Final. Mendo kush janë pak skuadrat Tiranës. Partizani. Nuk kam parë asnjëherë futboll. Partizani dhe mos më ngacmo, mos më Dhe ik, të lutem ik. Jo, Shkëndia. E di e ti? E di e? Aty e ke bërë 3 vite, ha? E pra, po më shkojë në futboll direkte të rënda, ti kishe mbledh sa të vogla në fillim. Si ndjeni? Jemi 0, po jemi të lumtur. Po. Jo, dukeni, të qeshur kështu, edhe shumë të bukur jeni. Martinjo na është mërzitur pak, po. Sigurisht, sepse Unë në fakt e kuptoj me thënë të drejtën, e kuptoj edhe unë po t'isha në vendin tuaj do isha mërzitur, se ishin ca pyetje të vështira. S'ka problem, nuk ka problem. Nuk ka problem fare, mbaj hudrat aty të afër vete se ka akoma. Unë do i te marr piramida për rrugëve të luajtur. Top Channel-it me shpresën që të shkojmë te trotuarit paktën. Te Manushi. Po patjetër, ja dolët kështu ju sot. Njëri grita tjetri Manushi te trotuari i zut vendet e punës. Kështu që gjithë kjo eksperiencë këtu mund të blej për gjëra të tjera pas piramidës. Në rregull jeni. Bora, të vitet ty Si? Të vitet ty Ku do? Te shtëpia Ku jote të marrë? policia. Të shtëpi, te piramida, te shqiptarët, ku do? Ku të kesh ti nevojë. Të shtëpia Flasim pa shtëpi, në shtëpi. Shtrohemi të dyja, flasim edhe bashkë pastaj gjithandej. Mirë? Ja. Nuk kam mbaruar, se ja, këto vendet e punës i gjetëm, gongun e kemi, sfida kemi, mund të keni mundësi për të fituar edhe sfida, po flas vetëm nga ju. Më kuptoni. Okej? Patjetër. Hajde. Hajde ne tani t'ju tregoj çmimin fillimisht. sa duket. 30.000 lek mund të fitonim prej kësaj sfide nga Glob. Okej? Të shkoni të merrni atje një dhuratë dhe ta shijoni pastaj edhe eksperiencën këtu te piramida. Sfida fillon tani. Jemi gati për sfidën me disa shishe dhe tapa të liruara këtu në studio. Çfarë keni ndërmend Visiane dhe Cupi? Po, patjetër. Koleg, a mund të bish pak të tek unë të lutem? Mund ta demonstroni ju lutem? Atëherë, e marrim kolegun, shokun apo kushëririn në rastin konkret, e rrotullojmë ja 7 herë, 1, 2, kujdes, 3, janë rrotullohet çik më shpejt. 4, 5, Që më shpejt tash. 7, shko tani dhe godite tapën. Si ka lut, mirë. Vetëm tapën, vetëm tapën, vetëm tapën. Bravo! Je mirë, je mirë. Si kalova më tre. Visiani, je mirë.
kuptuat? Miriam. Se sikur u zverdhej. Pata i tipa Livanie për një moment që Do kaloj. Pra që ta kuptoj, rrotullimet janë në dorën tuaj. Rrotullimet Ju janë do i në dorën tonë, rrotullon, ndoshta 7 mund të jenë shumë, po është 6, ndoshta. Mirë, do kërkojmë edhe pak ndihmën e konkurrentëve të tjerë që në momentin që njëri nga skuadra juaj i het tapën, i fundit në radhë të vëri po prap tapën ta bëj gati për konkurrentët e radhës, okay? Skuadra Jeni që gati, e grupi? bën më shpejt të gjithë këtë proces fiton dhuratën. Gati? Gati Anisa. Hajde Anisa, hajde Skerdi. Skerdi? Nis janë më... Qëndroni Më mbrapa? ashtu. Po, më mbrapa. Tini paralel. Këtu, dil më këtej. Okej, jemi në rregull. Në rregull jeni. Filloni, koha fillon tani. Rrotullo. Ule pa kokën. 2, 3, Ulu. 4, 5, më shpejt se mbaroja. Go. Bravo! Hajde, Elena! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kujdes! Ule kokën. Mos e tapos! Ti s'bërë 7 rrotullime! Nuk ka për 7 rrotullime! Kush fiton? Jay-Z fiton! Jay-Z fiton! Avash një pak, Jay-Z fiton! Se në çdo goditje tape keni derdhur edhe të gjithë shishat. Do me thëmë, po të shohim përfundimin, jemi me një shishe me ujë pak të derdhur dhe një shishe bosh. Ja. Duhet të sistemohemi pak këtu në studio, kështu që kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, kthehemi vetëm pas pak. Ja ku jemi kthyer, jemi në raundin më të bukur aty ku do të shijojmë muzikën, aty ku mund të fitoni shumë para, por me shumë kujdes sepse edhe mund të humbisni para. Kështu që menaxhojeni me kujdes të gjitha. Si jeni me muzikën? Mendojmë që mirë. Çfarë muzike preferoni më tepër? Këngë të vjetë. Po, këngët trend të momentit. Këngët trend të momentit. Unë kam ngelur të këngët e Ardi Xhebrej. Baladat. Duhesh edhe ti. Këngët e festivaleve përgjithsisht. Edhe këngët me sa më shumë adrenalin. Tani, e disi duhet të shkoj ky round që gara të jetë ndezur edhe të vazhdoj deri në fund. Ju duhet t'i gjeni të treja këngët. Këngët virale. Do i gjejmë. Këngë ma Ose dy të paktën duhet t'i gjeni, patjetër. Okej. Besojmë. Dy të paktën duhet t'i gjeni dhe varet po prap nëse Pukjanët nga ana tjetër do humbasin ndonjë këngë pa e gjetur. Do humbasin atak. Nëse, se dim. Ata rrin urt kështu, po vetëm kur janë mbledhën gjitha. S'di ç'do them. Tani mund të vendosni të gjithë bashkë për këngën e parë, numrin e parë, po themi që do zgjidhni. Okej. Se marrim nga 1 Nga 1 tek 6, ju këtë dëshironi. Marrim Një dyshin. lejën. Po njim, Një numër që Treshin. Dyshin? Cilin tani, ndaj. Dyshin, okej. Dyshin. Dyshin e hapin për Pukjanët. Natën. Zgjohemi natën. Hajde s'tu ma stehe njës. Zgjohemi natën. Merë. Ata marrin dimën. Merë. Zeti ndihmën e parë. Ndihmën e parë. Shohim çfarë zbulojmë me ndihmën e parë. Moj. Moj. Kemi të zbuluar natën dhe moj. Zgjohemi. Zgjohemi natë. Vazhdojmë. Po ty për që një ka një. Ende. Natën, moj.
Do ndihmën e dytë. Jo. Ta marrin? Për të herë, po menu herë, menu. Merë ndihmën e dytë, mos më po se nuk po e di. Natën. Fillojmë natën. Me Alban Skënderaj. Kujtoj një stopë. E ke gjeta Nisa? Ja. Me ndim dytë pra. Okej, ndihmën e dytë. Ndihmën e dytë. Shohim çfarë zbulojmë me ndihmën e dytë. Kemi natën, kemi mojt dhe zbulojmë mund. Gara tretë. A këto fjalë A marrim në tretën. Natën, mund, moj. Hapim atë. Edhe unë si ju jam këtu, kështu që mundohem dhe unë t'i gjej me aq një uri sa kam nga muzika. nuk është ajo. Të dhënë ato mendova. Marrim dhe tretën. Po, merr edhe tretë. Marrim ndihmën e tretë. Edhe ndihmën e tretë. Po. Shohim 1-1. Kod. 2-1. Oho. Natën mund një moj. Nga një. Një nga një. Një nga një. Një nga një. Moj. Ty moj. Ju thot diçka se i kene marrë të gjitha ndihmat. Një nga një, ti moj. Një nga një. Ti moj. Vajzë. Po. Po të porën du të me bjellë. Tash i gjej pjesën para. Po pra. Një nga një. Të... Më mbi vetëm një që s'lidhe dhe të natës. Shihimi apo s'ka. Çfarë po mendoni? Krejtë shumë e zemër. Kemi diçka apo ta hapim? Qa për të hapim? E hapim. Ta hapim. Zgjojmë, ja, s'është ajo. Se çfarë po mendoja? Dim copa copa. Po dua ta mbledh, se nuk është se kam një konkrete, po mendoj me një varg. Zgjohem natën po mendoj? Zgjohemi natën, mund të fle? Po pra plotsoje nëse ke një ide. Jo, plotsoje. nuk është. Ja të rikrijosh. E madhe jo. Kemi mësuar ta bëjmë shpesh këtu. Nëse nuk keni një ide, më duhet ta ha. Okej, po. E hapim e shohim për çfarë bëhet fjalë. E njëjtë ju? Jo. Jo? Asë po mendonin për në një këngë të vjetër. Edhe Po pra, dhe ne. E po s'ka vetëm këngë të vjetra, pse keni krijuar Kush ishte Bora kjo kënga? Ja të ma thonë edhe mua. Kush ishte? Okej, këta unë se kam një ne. Distanca. Pason kur. Distanca. E kujt? Kjo ishte distanca nga Ah, Blodi. distanca po, distanca nga toka në hën. Shumë e bukur. Kështu flisni për këngët kur si gjeni. Çfarë do zgjidhni juve? Ka janë këtu. Numrin 4. 4. Hajde ta shohim 4. Gen Z zgjedh 4. Vetëm, ca pik pyetje, presje, pik çfarë skemi aty. Ka janë 2 pikë pyetje. Pa. Do thot 2 fjalë të para janë të njëjta. Ua, këto vetëm ndihmën e parë, thosh ka. A ke Bora. zemër? Gjaka si intervistë, jo si këngë. Pse? Ha, ma plotëso si intervistë visja? A jeni mirë? Pastaj? A ke ti zemër? A je ti burr? A jeni të ngrënë? Nuk e ka të... A ke ti zemër dhe nuk e ka të vetë? A je. Mos bërtit. Vetëm. Marrim ndihmën e parë, pavarësisht se Me minus do shkonim, marrim ndihmën e parë. Sa? Pret. pret. Më pret. Ti pret. Ku? Duke nisur nga... E voçkëll shumë kjo ndihmë. Duke nisur nga teksti i parë, do thotë që do ketë një frazë tek e cila nuk na shkon kurrë në mendje. Po. Ti dhe vetëm. Ha Martinjo. S'më duket si tekst shumë i vjetër. E pra? Marrim ndihmën e dytë. Shiko, e kuptuam që nuk janë tekste Marrim të dhe vjetra. Ndihmën e dytë. Ndihmën e dytë.
Çika. Au. Preçika. Ti preçika. Më duket se e gjeta. Prit. Atëherë nëse e kam gjetur unë, kjo është këngë e re. Sigurisht me Që çika në momenti- aty brenda. Që kur të pret qika, kongër e erë, se dikur priste qikën. Tashi që Priste pret bashat e kroj, kështu gjërash. Tashi. Të pret çika ty. Për në sujme më i tanë, se komentar. Edhe ndihmën e tretë. Edhe ndihmën e tretë, hajde. A do dalim. Apo Ajo, dalim, është ajo, apo po dalim. pritse. Po dalim. Nuk po lidh dot detajet. Po preçika. Këndoj me la la la. Apo dalim, po preçika, Apo dalim. po pret Këndoje se ndoshta duke e kënduar të vinë fjalët më thjesht. Unë e gjeta. E gjeta. Po shikon që gjendem. Këndoje. Apo dalim. Këndoje se shumë mirë. Këndoje. Apo dalim. Apo dalim, po preçika, Po pret çika. Kam lëvizjet e mia motra. Kush e këndon? Për vetëm. Jam me pukjana Kush e këndon? Vetëm. ja ty vetëm. Koha mbaroi. Mëra. Ishit aty A jeni. ke diçka? A keni diçka apo ta Ka hap? një gjësila Mirtezait më vjen çika. Po përsi është pra? Çika. Jo, s'kam. Jo. Ha, këndoj me la la la. Pa këndojene. Ha, më ndihmojeni se po. Çika. Ha. Kjo më skerdi. Më duhet ta hap. Sketi më thuaj çka kishen me. Më Më skerdi. duhet ta hap. A pra ndihmojeni një çik skerdin. Apo Asnjëri se ndihmoj. Po ishte. Ka që thjesht edhe të mendosh nga ana teknike, pastaj kishte fjalë të përsëritura që duke zbuluar vetëm një ndihmë, në fakt hapeshin me njëherë dy, se ishin fjalë të përsëritura. E kishin shumë të favorizuar si. Jo, kjo ishte shumë e thjeshtë. Shumë. Ishte shumë e thjeshtë. Hajde se s'po ju mban të vendi, ju kapit merri se ndoshta do ta gjeni. Ej, po bashkëpunoni pak. Po marroni Qa, gjashtën? Po e këndon. Do hapim gjashtën. Pukjanët, gjashta pukjanët. Kulm. Ime në partë. Ky është kulmi. A marrim direkt por. Kulm. Ime në partë. Sa këngë ka me kulm? Por. Kam i përshtypjen që është këngë e vjetër. Merret por. Marrin të parë. Por. Marrin ndihmën e parë. Ndihmën e parë, hajde ta shohim. Paska. Ska qene. Kulm edhe paska. E paska i kunj kjo. Kulmëre, kulm. E fundit. E po paska dhe i kunj. Afroni ma se tu. Dytën. E fundit na paska qene. Kulm edhe paska. Marrë dytën. Se ta lidhim pak. Po ç'është ajo fjala, shife pak që tre garma dhe kjo me dy. Na paska qene. Ai vajte po ato po fund. Këtë. Ju thonë gjë këto dy fjalë? Jo. Marrim dytën, marrim dytën. Prit. Prit. Një sekond. Këtu pak se më shta adim. Po baj. Marrim dytë. Hajt merë dyte. Jo, po ma thuaj atë. Të marrim të dytën? Dhe të dytën. Po. Hapim edhe ndihmën e dytë. Është ajo që futon. Çdo kulm. Është ajo Çdo kënga e kulm. Kosovës pra që Çdo kulm. Po nakna pak. e ushtrisë Kosovës. Çdo kulm. Paska një, paska çdo kulm. Nëse, s'ka gjë. Nëse S'ka thjesht kjo komunikoni me kulm. njëri tjetër. Shpije, SHPIE. Po fiks. Po aty nuk del aty. Jo. Po del oj një. Fix. Po se hapë Jo, nuk del. Po del oj një po. Një bajrak, mos e di unë fare. Pa ajo fjala këtu nuk është. Po del. Shpije një bajrak.
Një bajrak. E bre kënga UÇK-s marshime. Gent. One, my juice e ka. Stej ku. Merë një fjallë. Keni diçka? Se mbas nuk kujtoj. Merë se na marrë. Marr të tretë. Edhe një ndim. Hajde marrim edhe një ndim. Një. Sta, dhe. Çdo kur një paska. Si fillon çdo kur në shtëpi një bajrak. Paska. Paska pas. Po. Çdo kur. Këndojeni nëse ju ndihmon. Pas është 3 shkronje. Se duke e ndihmuar, duke e kënduar ju ndihmon. Ashtë më ënë, pas. Pasë jo. Pasë është fjalë tjetër përse. Paska pas. Çfarë keni në mendje? Është, Mund tjetë... unë s'e di, them drejtën, Ja. po thot për këngën Unë mendoj që është kënga e marshimit të Kosovës. Çdo kur në shtëpi një bajrak, paska pas. Po, nuk po m'vjen pjesë e fillimit të... Çdo kur në shtëpi një bajrak. Nuk më vjen. Vazhdo këndojë, se në basë një. Po luftoj ndjem të Kosovës, prej drenicën Ja. Marçakovës. Leja më sfit. Që, dreqe. Kosovës, prej drenicën Marçakovës. Thujo. Kale për atë. Po derdhe gjatë. Këndoje. Nuk e di, nuk jam e sigurt. Këndoje. Si kalon. Se mbaroi koha. Kemi diçka po ta hap? Meno shpejt, s'e ke. Më duhet ta hap. Meno. Nuk e di fare këtë këngë. Çdo kur në shtëpi një bajrak. Ka mbaruar koha, duhet më Okej, thoni. Ju sa ban, hapa. Hape s'ka. Keni alternativa po jo? E kam atë, po nuk Ti ma qendrën, do. nuk e them Po dot nga mundu pra fillim. këndoje, prandaj po të them këndoje, mos të din fjalët. Një bajrak. Këndoja atë pjesë që di. Më duhet ta hap. Okej, Më hape. duhet ta hap. Ha bre. Ishe kaq afër. Gjithsesi bravo, e gjete këndën pavarësisht Shumë se moralisht e quajmë të fituar. Po. Moralisht, po se e di e për çfarë bëj fjalë. Ju ishte vetmja në fakt që. Ne kena përdor ta. Po, asnjëri nga ne s'po e kapte. Hajde Bora, shqyqy që erdhe nga ne. Erdha, unë erdha, po a keni ndërmend të bëni gjë? Ne ç'ishin për të bërë e A bën. jemi ne të parët që nuk kemi fituar fare këtu? Jo, më jo, se të parë jemi prit njerëz se 2 sezone piramida nuk është se Edhe letimin të parë për një gjë të përmirësuem ju rekord. 30.000 lekë keni fituar pavarësisht se nuk pasqyrojnë këtu. Në rregull jeni. Atëherë ne Ha, ku do shkojmë? zgjerim grup numrin 1. Një shen. Patë një shen. E hapim një shen për Gen Z. Botës. Botës. Me sa vëmendje she edhe publiku këtë lojë janë të gjithë këtu. Merë ndihmën e parë, nuk gjetët gjë as ju me kështu. Ndihmën e parë. Ndihmën e parë. Marrim ndihmën e parë. Të merrni ndihmën e parë? Mësoj. Botës. Mësoj. Botës. Botës të të mësoj duhet. Jo. Jo, s'del. Ka përshëndetim që të kanë. Jo, mos merrni mend. Atë mund ta gjejmë. Majmë dhe dytën? Mund ta gjejmë. Hajde Qemi me me miqë. tash për çfarë jemi? Po, marrim dhe ndihmën e dytë? Dhe ndihmën e dytë. E shohim çfarë zbulojmë. Gjuhën. Gjuhët e Ha, tani botës. duhet ta gjeni. Shikoj, gjuhët e botës do Ti na këndoje. gjuhët e botës Në të Gjetët gjë ju vande? gjithë gjuhët e botës Ë? do ti të më jo, E, po se mendon kështu do më të të qetë, mësoj. kur s'është rada jote. Ajo e tu ka noizit. E gjetet ti? Bravo ti. Këndoje, Se kam gjetur akoma. Noizit. Jo, Do ta them këtë. jo.
Gjuhët e botës. Është ajo me këngën gjitha gjuhët e botës do t'i mësoj. Është ajo me këngën Mos ma thuaj mua këndoje. Këndoje. Ha Martinho. S'po e lidhur. Gjitha gjuhët e botës do t'i mësoj. E të them ty të dashuroj. Nini, me ne shkojmë me këtë. Po prit se duhet Prit dhe një. Gjeni dhe njerë. Kush e këndon? Noizi me... Noizi është kënga e Noizi të ndonë, është këngëtarën grek. Prit, lexoni gërmat, shohim gërmat. Të gjitha gjuhët e botës. Të gjitha gjuhët e botës do Ka këndoje, ne gjithmonë unë këndoj ashtu. Kur e këndoni dhe ju vin fjalët. Të gjitha gjuhët e botës do t'i Gjitha gjuhët e mësoj. botës. veç ndoshta mendoj që s'është kjo. Veç të Ty të dashuroj, veç të them unë ty të dashuroj. Veç të them unë ty të Po prit, se kam dashuroj. përshme që ajo Të janë gjithë trend. gjuhët e Gjithë gjuhët e botës do Ajo atje nuk më del. Po pra dhe mua. do të Gjithë gjuhët e botës të të mësoj, do të të mësoj. nuk Do është të të mësoj, do të të mësoj. Jo zemër, sa Po është me tre. ai do t'i mësoj vetë që t'ja thoj asaj të dashuroj, e kupton? Ore, ty jam unë Gjitha jam gjuhët e unë dashuriot, unë do të të mësoj, do të të mësoj. do të, po pra nuk shkruhet do të. Por am gjëmua. Gjithë gjuhët Gjëka e Noisit, ajo është. Okej, si është? Hajde Gjitha gjuhët e botës do t'i Ka një mësoj. pyetje, apostrofi quhet kuti? Më veta, po. Okej. Të gjithë gjuhët e botës do t'i mësoj, Veç Veç që të them të të dashuroj. të dashuroj. Ta provojmë kokë. Shiko, blenda shumë ky gëzim tani, po halli është vetëm ullët minusin deri në këtë moment. Ishit gati 2000 euro minus, ha? Gjithsesi jeni minus 500. Okej. Ka mundësi akoma? 1260. Përqëndroni, mbledhni forcat. Jemi kthej, përqëndroni dhe ju gjithashtu mbledhni forcat. Jam Treshen. Hajde ta hapim treshen për Pukjanët. Këngë. Në këtë moment e gara është shumë e ngushtë. Nëse ju nuk gjeni këtë dhe Gen Z-ja e gjen këngën e fundit të mbetur, gjërat mund të ndryshojnë këtu. Patjetër që do ta gjejmë. Marrim ndihmën e parë. Është rrugës. Tund. Këngët e tund. Këngët e tund. Marrim dhe dytën. Dhe ndihmën e dytë? Marrim edhe ndihmën e dytë nga këngët tund. Si është situata tani në studio Gen Z-ja, shpreson që Pukjanët mos ta gjejnë, e pastaj do jetë rradha e Pukjanëve që Gen Z-ja mos ta gjejë. Por ne me ke momenti që shpresojmë ta gjejmë. Ju vjen ndonjë? Merr edhe tretën. Hajde ta mendojmë pak këtë, Martin. Është moment vendimtar, vendoset kush do të shkojë të luajë për piramidën në fund Nisa, fare. fokusohu çik. Keni diçka në mendje? Jo. Marrim edhe ndihmën e tretë. Emër nga këngë tund. Gjithë të fjalë janë të zbuluara. Duhet të jetë rradha jo. Hey ti emër, Hey. hey ti emër, Pandima. hey ti emër. Tandima. Do të provojmë ta gjejmë pa ndihmë. Gjetë ti por? Jo, të them të drejtën në këtë moment nuk po tentoj që ta gjej. Mundet të të vi.
E kam më tepër mendjen te kjo gara e ngushtë që është në këto momente, e cila nga skuadra do të shkojë të luajë për 15.000 euro, pavarësisht çfarë është fituar ose jo deri në këtë pikë të lojës. Prapë është një mundësi shumë e madhe që vjen më pas për të luajtur për 15.000 euro të tjera. Kemi diçka? Jo. Si janë fare. Aha. Kur ta dëgjojmë, po. Jo, asju, Gjema? Hajde, koha ka mbaruar, po përqëndroni dhe për pak sekonda të fundit, nëse keni një përgjigje. Mendoni diçka. Ju thot diçka. Po Gjenzia e ka gjetur? Jo. Jo. Ta hapim? Po pra ne duhet. E hapim. Kaq e thjesht. Jo, unë këto nuk ja fal vetës në radhë të parë, pastaj juve që nuk e gjetët. Po, unë justifikoj me faktin që nuk po e shija me vëmendje se isha e përqendruar tek emisioni. Ju si se gjetët Ardit Xhebrea. Këtë zgjedhim. Keni shumë mundësi zgjedhje në fakt. Zgjedhim 5? Edhe unë mendoj 5 do ishte mirë për ju. 5 herë? Ajde, 5 herë po në këtë rast. Po. Mungon. E, pa ty do, Liro. Jo. Sa kanë nga me fjallën mungon. Ka shumë. Bora, sa fitojmë nëse i gjejmë të? Ju varet sa ndihma përdorni. 65. Ndihma fiton 1.000 euro. Po e gjetët që tani fitoni 1.000 euro direkt. E po, hajde. Pra dini më lart se Pukjanët nëse e gjeni në këtë moment. Jemi minus 500. Fokusohu Dhe atje. automatikisht koni ju pastaj për të luajtur Tashi për ndihma piramidën. Zgjedhim 225. Po ndihma parë, sa është nëse i gjejmë? Sa... Ndihma e parë është 200 euro. 200 euro. Dgjaj. Pastaj ndihma e dytë është 300 euro, ndihma e tretë është 500 euro. Edhe ndihma e katërt merr një kredi që Me kismet. Është ndihma. Pra do marrim një ndihmë. Jo, mos Fokusoni pak. fokusoheni një Ala ose ti bani që mendje merr të gjatë. ndihmat. Të mungon. Hiqeni nga aty. Me të do i gjemi me të parën pa ndihma o s'ka. Një lloj dalim, si ta gjejmë si mos ta gjejmë domethënë. Nuk dilni një lloj, ore, po ta gjeni nuk dilni një lloj. Ka shumë fjalë dyshe. Po. Përqendrohuni mirë, janë 15.000 euro për të fituar. Presim për të fituar në raundin tjetër të lojës. Maja e piramidës është vetëm pas pak. S'më vin fjalët. Ah, okay. Po këndoje se të vi fjalët. Qa është kjo që po ndon ti? Është një këngë, po s'më vin. Po kompozoj një këngë tremi. Jo. Mungon. Do shkoni me ndihmën e parë. Nëse e marrim, si dalim Nëse minus. marrim, Do jo. automatik. Nëse e marrim, Nëse Do harxhoni edhe 200 euro të tjera, Okej. shkoni minus 700 euro. 700 dhe Dhe nëse pastaj fitojmë, po jo, nuk del. Po pa një ndihmë, minus 700 euro, 1.000 minus 700, 300, Jo, jemi jo, si nuk për tyre, si. Jeni sipër. Po, Si po, ashtu po, jemi. po. Nëse gjeni me vetëm një ndihmë, po. Okej, marrim vetëm një ndihmë. Po, marrim Ndihmën e një parë, ndihmë. hapim. larg. Larg. Larg të kam, larg të kam. Larg Ty, të kam. ti më mungon, Mungon. Na. Si është? larg të kam. E keni gjetur juve? Është këngë e vjetë. Po mundoheni tani, a? Prit filloni, shqetësoni. Po. Ajo fjala e gjatë. Të, Janë dy aty dhe pastaj ke një fjalë të gjatë, një fjalë gjatë. 9. D A S D A S. Larg, çfarë mund vi para fjalës larg? Larg. Larg, Mendoni pak këtë. larg të kam. Ti më mungon. kilometra larg. Kilometra, vetëm kilometra shkon aty. Okej. Kilometra Këndoj me larg. larg të kam. Kilometra larg. Është kjo po jo, s'besoj të jetë ajo. Ha, këndojmë. Po jo, kjo është nga Martina Serreqit. E sa kilometra larg ne jemi. A ka gjetur dikur diçka? Të kam,
Kilometra Sa kilometra larg të kam? Kilometra larg të kam? Larg të kam? Ti më mungon? Po s'më vjen kënd. Ti më mungon. Këndoj ta këndoj. Kilometra larg. Martinja, shtrydh dhe trurin. Sa kilometra? Sa kilometra larg? Do marrim ndihmë apo jo, se s'mund të rrim pafundësisht. Jo, nuk do marrim. Nuk do marrim. Po nuk do merrni, do t'jepni një Sa kilometra larg të kam? Ke pikpyetje. Po pra. Se shkove te sa? Qa mund të shkoj para kilometra? Në ndihmon, por na ul direkt poshtë. Larg Mendoj që është kilometra. Ti po mungon, ti, çfarë mund të jetë ajo fjala dyshe? Po jo, është këngë tjetër, ti. Po pra është tjetër, po... Hajde përqëndroni pak, përmblidhuni pak se duhet ta gjeni të më thoni vargun e plot ose po mbaron koha. 2 kilometra larg të kam. Ju ndihma keni vendosur që nuk do përdorni? Që s'mundemi. Doja është në barabartë, në përse. Fiona fikso. Marim dhe, nuk e marim do të Jo. Sa kilometra? Ose mund të më thoni një varg të plot ose do vazhdoni pastaj të përdorni ndihmat. Sa kilometra larg të kam? Nuk është pyetja ajo. kilometra larg të kam. Ti më mungon. Shikoj, ti më mungon. Ti më mungon, ti më... Mirja, thash të bëjmë një vizitë nga ju. Hajde, Se ti je rezervë, Si është situata? je drita e syve të mi, qatë. Për? të hapim ndihmën tjetër. Atë po luajmë për shef tani, hapim ndihmën e dytë. Luajmë edhe për shef të gjithë bashkë tani. Fituat. Shpirtin të ti e kam. Pa ty asgjë nuk ka kuptim. Jo, s'lidhet. Elena, ç'ishte kjo moj? Po kompozon një këngë. Këndoj një këngë të re. Jo, është ekziston kënga. Jo, po s'përputhet Po nuk këto fjalë gërmat. Ta marrim në ndihmën e tretë. E marrim. E marrim në ndihmën e tretë. Wow. Kilometra Këtë e dini neve. Atë e gjeti që gjyllim ajo. Shpirtim. Sa kilometra larg të kam. Jo, shpirti. Të shohim kur është janë të gjithë të hapim. Kilometra larg. E hapim. Edhe po t'ju binte juve, s'kishit për të Mirë. Shiko, lajmi i keq është që nuk do kaloni në raundin tjetër dhe jeni minus 1500 euro. Lajmi i mirë është që nuk do na jepni asnjë lek. Pra në borxh me ne nuk jeni. Ishte kënaqësi shumë e madhe vërtet që ju njoha. Mirë, jemi në këto kushte. Bukjanët shkojnë në majën e piramidës për të luajtur edhe për 15.000 euro të tjera. Por të voprisja. Ka një gong. Dhuratat nuk mbarojnë, juve treguat që me dhuratat jeni shumë mirë, i merrni ato dhuratat kështu që momenti sfidës, sfida fillon tani. Jemi kthyer dhe përpara se të nisi sfida të kuptojmë një herë për çfarë do të luajmë dhe çfarë mund të fitojë njëra nga skuadrat. Digital dhuron një abonim premium në aplikacionin Digital. Në programacionin më të larmishëm do të kesh gjithmonë diçka për të parë, filma, spektakël dhe paketën sportive më të pasur në vend. Me aplikacionin Digital, për gjithë familja argëtohet maksimalisht me kanale televizive live, video on demand dhe catch-up TV. Faleminderit Digital. Atëherë, Visian dhe Cubi, çfarë janë këto topa këtu në studio? Topat nuk janë asgjë, Bora, sepse është dhe një vrim aty. Sepse loja, tani, sfida e tanishme është gjeje vrimën. Dhe fut topin. Faleminderit Cubi që Jo e po kështu mezi sa sprise me moment po prisja që ta fus. Ta fusi topin. Loja është shumë e duket thjeshtë. shumë e thjesht, po nuk është aq e thjesht Visian. Loja do çik balans, të dashur zonja, të dashur televizionist, ju të dashur konkurrent. Do pak Duhet të rrotulloni përqendrim. topat dhe të fusni
Op, te vrima këtu. Ja, op, edhe një shpejt e shpejt. Po mbushet vendi. Bravo. O, ja gjetëm vrimën. Bravo, Cupi, bravo. Mirë. Do me thonë. Visian, të derdhën topash. Kush fut më shumë topa në kanistër për 1 minutë fiton abonimin nga Digital. Jem në rregull? Yes. Tani neve do të zgjedhim pasi të bëjmë gati edhe Bëjmë një gati këto. Një sekond. Cili nga skuadra do ta luaj këtë lojë? Unë, për skuadrën time të Pukjanëve, do të zgjedh sportistin gjigant Gentin. Nga ju? Kur do vjen? Unë do zgjedh Martinjon, sepse është mërzitur shumë sot. Është mërzitur? Kishte marrë dhe hudhrat e gjitha me vete. Sa të bëjmë? Hajde tani, kjo është radha jote, të fitosh. Hajde, Gen Z e ka fituar një nga sfidat sonte, shohim mos e fiton edhe këtë, ku i dihet. Jeni gati? Koha fillon tani. Hajde. Jepi Martinjo. Bravo! Jepi, bravo! Jepi Martinjo. Bravo Martinjo! Martinjo. Bravo! Kalojnë gjitha nga lartë, miri kishe. Bravo Martinjo! Hajde Gento se myte. O, atë çfarë shqetësie Genti. Bravo! Bravo! Bravo Martinjo! Kujdes! Shpejt, jeni Marti! Martinjo! Vetëm 2 topa fiton prap Gen Z, sfidën e 2 për sonte. Mirë dolët, Jo kesh. Jo kesh. E theti Bora, me sfidat janë? Me sfidat së falën atë, i kapim më njërën për vete, dhuratat i doni shumë e sa duke. Fix për Big Brother pra? Fix për Big Brother që në kene, atje ka sfida pa fund. Faleminderit që ishte sonte me ne këtë piramide, të na i si që ju njohë të gjithë. Faleminderit shumë. Kam frikë se ajo hudra ju prishi punë, kështu që mos ja jepni. Bëni pak tifo tani, se ata do shkojnë edhe të paktën këndë mbështetjen tuaj për të fituar 15.000 euro. Faleminderit që ishet me ne sonte. Ndërkohë, me Pukjano do të rikthehemi vetëm pas pak, se ata do të luajnë për piramidën edhe për 15.000 euro të tjera. Vetëm pas pak. Ja, ku jemi këtyre në raundin e fundit këtu tek piramida, do të kemi atë piramidën e fjalëve. Është një raund goxha i vështirë, ama edhe çmimi është shumë i madh. 15.000 euro në lojë, Si ndiheni njerëz që keni arritur deri në këtë pikë të lojës? Në fillim fare kur u prezantuat, më thatë keni ardhur vetëm për qef sonte, jo për para. Krenar, le të themi, domethënë arritëm për spari u kënaqëm, kjo është e rëndësishme. Pra që u argëtuat, për qëllimin kryesor që kishit ardhur këtu, ë? Patjetër. Mirë, kjo është shumë e rëndësishme. Në rast se fitoni 15.000 euro, çfarë do bëni? Do ja lem Anisës, se ajo na mblodhi. Do ja lini të gjitha? Po. Ua, Anisa, bravo ti! Jo, nuk po. Jo? Domethënë ato do ndahen në mënyrë barabartë për gjithë, nëse fitohen gjithmonë. Dhe pse jo, të organizojmë diçka gjithë së bashku. Të organizoni diçka. Ata nga skuadra tjetër që parë thanë do bëjmë një udhtim ëndrash. Po. Juve çfarë? Do bëni të katërt bashkë. Diçka tjetër, nga veriu nuk është se I kemi kështu këto udhtime, kemi diçka tjetër. Këto mbledhje, domethënë familjare, më mirë se udhtimi është. Edhe ma merr mendja bëjmë kështu të mëdhaja fare këto familjarët tuaj, ha? Visjan. Unë jam I lumtur që patriotët e mi shkuan në finale, shkuan te piramida, kështu që unë e kreva detyrën time tashmë. Bravo të qoftë. Bravo të qoftë Visjan, duar trokitje për Visjanin. Sepse ndonjëherë dashur Bora është dhe presion kur ke patriot nga njëti qytet se e kemi akoma. Më trego pak sekretin Visjan, çfarë bëre ti që I çove deri tek piramida? Unë bëra një suport të frikshëm moral. Dhe pse jo, shikimet e mia her pas here ishin decisive. Ashtu me presion kështu shikimet gjejeni. Po, shikimit kjo është. Po tani e ke menduar në mënyrë strategjike se kush do ta luajë piramidën?
Piramida, jo, kjo është tu luan 15.000 euro, Lali s'duhet përfshirë, le ta vendosin vetë. Si e keni ndarë atëre? Do luajmë unë dhe Albana, Okej. që Albana do gjej fjalët dhe unë do ja shpjegoj. Ti do ja shpjegosh. Vetëm ngrej zërin, kur të flasësh, të lutem, Në rregull. që ajo të dëgjoj dhe je pak më, si e shumë... Shumë ritëm, Pak më janë gjallëri, e 60 sekonda për të gjetur 6 fjalë. E shpejt, Anisa, e shpejt, pap. E janë këtu në qendër të skenës. Eja Visjani, ikim dhe ne nga çubi mos ta lëm vetëm. Ikim te ku jemi borç. Shkojmë te ku janë hudrat. Kini parasysh ju të dy, ande nuk duhet të flisni asnjë fjalë sepse regjia i ka mikrofonat tuaj, ju dëgjon çdo gjë që mund të thoni apo edhe kamerat janë të fokusuara, kështu që nuk keni mundësi për të ndihmuar. Jeni gati goca? Gati. Koha fillon tani. Ku jemi ne? Ku pozicionohemi ne në hartë? Tiranë, Në hartë të Shqipëri, buka. në Europë, Ballkan, Ku pozicionohemi ne që janë dy pole? Veri, Pas. Çfarë themi ne që ka kënga? rreshta, vargje, muzikë, E tha, E tha. Ne themi është si një flat i lehtë, ndryshe erë, frym, ndryshe Flat diçka e lehtë, e ëmbël. Pas. pas, Çfarë ndryshe i themi tapetit? Ose diçka që vendosim kur dalim nga dushi, diçka. pas, Çfarë bëjmë ne? marrim frym, frymarrje, Primarjen e gjete për koha mbaroi. 3 fjalë të gjetura. 3 fjalë të gjetura, e di që loja është shumë e vështirë, 60 sekonda për të gjetur 6 fjalë, patjetër që është të vështirë, megjithatë sot edhe me plot gojën, Pukjanët janë fituesit. E janë këtu, Bora, dua t'i bëj një kompliment Hajde Anisës, bëja këtu. Hajde Cubi. sepse realisht më thënë drejtën ka bërë një shpjegim fantastik për gjitha Po, e alternativat. vërtet. Pavarësisht se Albana nuk i gjeti disa, Po por ti tash i ngrej njërën ul tjetrën ti. jo, pavarësisht se si gjeti, shpjegimi ishte shumë i saktë. Mirë, e janë këtu, Endri, Eja edhe Genti. Ja ku e mbyllim kështu piramidën edhe sonte me Pukjanët fituesit e natës. Jemi shumë të lumtur që ju kishim sonte tek piramida, shpresoj shumë që t'jeni kënaqur edhe ju. Visjan Cupi. Faleminderit Bora, është kënaqësi gjithmonë. Shihemi prap, javës tjetër, Prap Bora. këtu do jeni, do vini, do me thënë dhe herën Ky tjetër. tha kënaqësi sigur e mbylli. Do vini, do patjetër. vini, Do vini. S'kemi Është ku gjithmonë shkojmë. kënaqësi, është gjithmonë pleasure. Gjithmonë kënaqësi, Yes. edhe nëse fitohen pak para, unë do doja të fitoheshin më shumë në fakt. Sonte po gjithsesi ka fitim parash. Yes. Kjo është e rëndësishme. Ju le ta kemi sërish javën e ardhshme. Deri Pafshim. atëherë, natën e mirë. Natën gjithëve.